Me që jemi tek loja. Kemi një lojë për ty. Duke qenë se vetëm militar mos. Jo, militar, jo, nuk bëj më mundim fizik për sot. Serenata patjetër është shumë e dashur për ty. Po. Por serenata këtë herë duhet ndryshe me disa këngë nga rapera shqiptar, të cilat do përpiqesh ti këndosh si serenata. I kam dar 1 2 Mos më thuaj si ai që dal në Rudin Magjistar gjithë, o moj goce vogël s'na bëre me rast. Po. Mos më thuaj që keni marrë spunton nga ata. Jo, është tërësisht origjinale ideja, kështu që filloj me të parën. Mund ta lexosh për pak? Edhe ta Kjo është dialekt çu, dialekt Po. Po, e pa, ne të fundit. Okej. Kur ti je gati? Si ti këndosh si serenata, ti transformosh, si do I këndoje? Hajde. Po të geknisht tash dhe hajde. Hajde ta lidhum në një melodi serenate këtë tash. Po tani për lojë jemi. Po pra. Moj, Viola, se nga që unë nuk I ndjek shumë këto këngët, këto janë tekste këngësh vërtet? Janë tekste këngësh. Okej, nuk I ka bërë çati. Jo, nuk I ka bërë çati, janë tekste këngësh. Okej. E para është kënga e Ledri Vulës, më duket, mos gaboj. Jeta ëndër, s'po muj mu çupi gjumit. Jeta ëndër. Dita e para njëjtë si dita e fundit. Na ose njëjtë, so njëjtë si dita e fundit. Kupa me ka pak, kupa pa ka pak. Lisi plaki platu, pak për të kish pasur. Jemi gati. Niko dverë po pi, po më rijet pa shoqni. Bëje me atë, unë pjetore, unë jam ullur, në dishtë njëjtën. Pjetore në muz, të stalin, këtu janë një sepet me fjalë. Një çantë me fjalë. Po ke dhe tekst tjetër, se shiko cilin tekst, për shembull mund të... Unë do kisha qef një bëndet të katërt. Për shembull shko xhelozi. Kjo edhe kjo, po. I shkruaj këto fjalë tash o pika e natës. Jam rrugull të silun me skuadër. Aneshana në Bagdad. E provojme dhe ato të parën. E provojme dhe... Më mirë të ngrej një pesh 100 kg që sa më futu. Po. Do me thënë, sa e vështirë është t'jesh askushi në muzikë ose amator, do me thënë. E bukur. Do me thënë, unë kitarën e luaj me të djathën, ta luaj me të majtën e kam shumë herë më të vështirë se sa mos e dinja kitarën fare, dhe ta mësoja nga e majta. Edhe kjo tash do me thënë tekst recitativ, ta bëjmë tekst muzike. Jeta ëndër, s'po muj mu çupi gjumit. Ditë e parë, ahnej si ditë e fundit. Faleminderit. Je I madh. Ta provojme edhe me këtë të lutem. Po kjo çfarë është? Treshi. Xhelozi. Jo, xhelozi. 4. Xhelozi. Prifti radhoniku s'pete dashuri. Edhe I tjetër, e fundit kjo. Smarojnë. Çfarë ke këto si radioamatorizëm që moti. Është kjo ora 5. Ora 5 e mëngjesit janë full prej stresit. Po mendoj me barbarit me fillu prej mesit. Më kujtoj ora 2 e natës dhe moj. Prita le duhet çik tekstin plot të kësaj. Ora 5 e mëngjesit janë full prej stresit, po menoj me pauzu prej barit, me fillu prej mesit. E kam pamjen që peshop një pjesë të Prishtinës edhe po menoj çka kam pas mas shpinës. S'kam ndikim pi rrethinës si dusen e tinës. Okej. Kjo ishte. Kjo e kujt është kjo? Se ke parasysh, ë? E di si përkthejmë këto tekste? Jemi ulur në lëndin,
peshk po kapi me duar e kam babin traktorist. Okej. Po, mund të jetë një përkthim alternativ. S'kom dikim pi rrethinës si dusen e tinës, me pas që kom aftësimi dallu njerëzit prej ballinës, pa ditë mi lexu. Ballinës çfarë? Ballinës, ç'është ballinës? Ç'është Po ballinës? na është fytyra? Balli. Balli. Faleminderit. Balli, pa ditë mi lexu e merr vesh prej kopertinës, doket kontrabas po dallon prej violinës. Duket kontrabas por dallon prej violinës. E ndonjë ndaull e madhe, kështu që bie. Ç'mendon për muzikën shqipe? Jo, muzika shqipe është e bukur, po kjo muzikë e repit është çik problem në kuptimin e ky dialekti gegnistes ose dialekti kosovar, nëse është kosovar, sepse ka ndryshim gegniste nga dialekti kosovar. Unë kam çik të vështirë ta kuptoj. Do të thënë edhe me kosovar kur ulem, do të thënë dua të shkoj në sy që ti kuptoj. Si dialekt. Unë jam korçar dhe jemi shumë lart. Po, ka, ashtu është. Jo, jo vetëm kaq, po nuk na është vrarë shumë veshjen e korçarëve me. Okej. Këto 15 vite që jam në Shqipëri, kam shkuar dhe në Kosovë, po nuk mjafton që të mësohet veshi me atë dialekt. E di çfarë më ka thënë një shok që kam pas dikur prej Kosovë, që edhe nana jeme tha nuk ju kupton juve kur flisni në gjuhë letrare, tha. Në gjuhë letrare, po. Domethënë, mendoj që për shumë nga ata është normale, po them përpara se të futej kjo gjuha standarde shqipe. Si dëgjova është normale dialekti. Si dëgjova kush është një lojtare në Big Brother që tha që unë dëgjoj tuaj, ata di dhe kosovar, që di dhe shqip. Po. Më duket e ka thënë njëra nga ato. Diçka e tillë më duket tek Big Brother i po. Tash ajo egzageroi dhe unë qesha kur më thanë se kjo gjë huaj, por dialekti është dialekt. Dialekti është dialekt, është shumë e vështirë, për shembull. Thash, unë po mos e pash një kosovar nga afër, ë, që të flas nga afër, që 4 pi dëgjoj, 3 i marr me mend, nuk e marr vesh mirë çfarë do thotë në përgjithësi. Ka sidomos ato jo të Prishtinës, po këta jo Peja, jo që janë këto Prizreni, kanë një dialekt shumë të që kanë të tyre, kuptohet. Okej, ata edhe mirë që janë kaq sepse kanë patur gjithmonë në ndikimin e serbit. Dhe mirë që kanë dhe kaq gjuhë në këto kushte, po problemi është nuk më zhvrar veshi. Të drejtë. Dhe jeta ime për ditëshmëria time nuk kam të bëj me nuk kam këshok kosovar. E kuptoj. Fillimisht për shembull kur kam qenë në shkollë, ishte një vajzë dhe ishte nga Shkodra, apo një Shkodër kështu. Po do të ishte nga Malësi e Madhe. Që jetonte në Shkodër. Dialekti i fortë, I fortë fare. Dhe unë fare s'kisha ide domosdoshmë se ç'bëj me dialekt. Edhe siç ishim atëherë jetonim qytet studenti. Edhe më thret, "O Devo, ha më thashun. Kua telefoni marr që ka pru baba Rushen." Çfarë thaj? Çfarë po thua më? Or telefoni po them që më ka pru baba Rushen. Men kush qeska, do thësh në telefoni. Kush qeska që më ka sjell babai Rushin. Mendoj se ishte kush telefoni që më Jo, telefoni, qeska, telefoni. Që më ka pru baba Rushen. Rushin, po. Rushen. Men e kisha shumë problem, thash ne brezi para viteve 90 nuk kishim shumë mundësi lëvizje në kohë. Po, e vërtetë është. Dhe kur dolëm në 92-shin kisha unë shkollë në Universitetin e Lartë Arteve viti i parë. Kisha shumë problem me dialektet, domos pjesa e Shkodrës, Malësia e Madhe, Veriu, shumë problem. Megjithatë, këta të Kosovës e kanë, po them, përmbytur industrinë e muzikës shqip. Janë çajin, janë të jashtëzakonshëm, jo vetëm artistët e Kosovës që jetojnë jashtë si Dua Lipa apo Rita Ora, po edhe këta që janë aty. Kush mendon që është problemi më i madh i industrisë muzikës shqiptare? Nuk po flas për problemin e artistëve, por po flas për vet artistin në mënyrë që të integrohet mirë në tregun e punës dhe të ketë mundësi për ta promovuar figurën e tij dhe për ta rritur. Se shohim një tendencë që del dikush në treg, ka të bujën e vet, pastaj zhduket ka tregu. Jo, unë thash, jetova në Greqi në kohën e shoqërive diskografike. Dhe duhet patjetër një grup menaxhimi nga mbrava që ty të mbajë në treg, në gjithçka, sepse unë jam dhe kantautor, por shumë e vështirë të dish ti se si shkon tregu, shumë e vështirë ta ndjekësh ti tregun, shumë e vështirë të menaxhosh ti kur të marrin për punë, çfarë këngë do bësh, kur do shkosh në studio, më kupton, të gjitha këto në një vend do çedosh. Jo të gjitha i bën dot. Dhe duhet dish shumë mirë se çfarë kostumi të ri ty.
Shumë njerëz thonë që unë dua të këndoj siç ka kënduar Viola për shembull. Po ty nuk të ri mo vëlla, ajo veshja, ai tjetër numër ka ajo, tjetër numër këtë. Jo, po mua m'pëlqen, por nuk ka lidhje me pëlqimin. Ka lidhje me sa dhe shumë këngëtarë nuk janë dhe instrumentistë të paktën, nuk kanë njohje muzike. Që të dinë të paktën të vlerësojnë dhe të dinë ku i kanë ato kufite e vetes, der ku shkojnë, kupton? Duan këngë si ajo, po këngë si ajo nuk ka sens. Si të duket kënga e Eurovisionit ton këtë vit? A ideal mua m'pëlqeu që sa e dëgjova në televizionin shqiptar. Që sa e dëgjova atë këngë, thash dhe bashkëshortes, ky do fitoj thash. Ishte edhe për një gjë tjetër, shumë zë i mirë. Ai më kujtovi Gent Bushpepën me dikur shumë kur ishte ai shkoi domethënë shumë zë rockeri i mirë domethënë. E vërtet, këngë ndjer. Me dinjtet dhe inshallah nuk e ndryshojnë e bin në anglisht, po unë dua të vë me shqip, siç është në shqip domethënë. Shpresojmë, ajo do ishte më e mira që të shkonte. Sepse ne nuk gjuhat tonë tash i anglisht, sado që ta bëjmë nuk i konkurrojmë dot tregun e amerikan andej ose anglisht folës do thoja më mirë. Nuk e konkurrojmë dot. Ti shko valla me gurën tënde. Ti shko me gjuhën tënde. Ajo këngë në shqip të thotë ty diçka në anglisht unë e mbajmë me Jorgo Papingjën. Kënga që shkruhet në një gjuhë në fillim, sado që ta bësh në një gjuhë tjetër, sado ta përshtatësh, nuk e ka sharmin e gjuhës të fillimit që është bërë. Shkruar në atë gjuhë. E vërtet bën se. Nëna e këngës së re është ajo. Është si poezia. Poezia është e papërkthyeshme. Pra, e përshtatshme, e përshtat, po nuk e përkthen dot. Nuk e përkthen dot, e përshtat. Tamam, kështu i bie ti atë. E përshtat ose jo e këngë greke që e dëgjon mirë, që e njoh mirë. Sa do ta përkthej në shqip, nuk do jepet ajo 100%. Ose një këngë shqip ta përkthejmë në greqisht ose në anglisht. Nuk do japim. Se është shkruar për atë gjuhë. Mesazhin e ka për atë gjuhë. E vërtet. Devis përpara se të ikim se kemi arritur në fund. Ikën minutat, e? Ikën minutat. Një përshëndetje për ndjekësit e Radio Sol, përpara se të përshëndesim edhe ne. Kënaqësi për mua që isha midis jush dhe Radio Sol keni bërë zgjedhjet më të bukur për të çiftin këtu. Dhe ju dëgjues janë zëri që nëpërmjet shpirti që nëpërmjet zërit të tyre të bukur kalon në përditshmërinë tuaj. Dëgjojeni këtë çift se kanë të ardhme. Shumë faleminderit Devis, na e bëre shumë qejfin. Dhe mos harroni këngën e re Unë xhelozoj. Me qira fjala si e kanë pritur njerëzit? Shumë mirë. Këngën? Shumë mirë, më dërgojnë dhe video të ndryshme që u postoj, komente të ndryshme. Është shumë e bukur, po gjen veten. Thash, nëse ka tema që vërtet njerëzit gjen veten, detyrimisht që suksesin e ka brenda kënga. Është ajo që po thonim që Oreksi dhe me të ngrënë. Përvoja sjell edhe pjekurinë e artistit dhe di se ku është. E vërtet. Di se ku e ka vendin. E vërtet. Po që po shkon mirë, unë xhelozoj, kështu që unë xhelozoj, si xhelozoj unë, xhelozoni dhe ju, të gjithë xhelozojmë. Të gjithë. Sa herë të xhelozoni, dëgjoni unë xhelozoj nga David Xherau. Meqense ti na bëre komplimente, na e bëre shumë qefin, edhe ne duam të t'i japim një dhuratë nga Kinema Cineplex, një bilet çift dyshe pa datë që mund të shkosh me Ertemionën kur të duash, kur të shihni ju që është një film që doni ta shihni. Dhe ta shihoni në maksimum. Kjo më dhe mund ta shtu, ta bëj ta kopjoj ta bëj të tjera. Është e vulosur. Devis, falenderoj shumë që ishe me ne në Kinotek. Ishte shumë kënaqësi, edhe shumë suksese. Faleminderit. Edhe gjithmonë na gëzofsh edhe na sjellsh emocione me zërin dhe performancat e tua. Faleminderit shumë. Radio Sol, you are the best. Unë them që më mirë se kaq nuk e mbyllim dot, kështu që ju përshëndesim ju miq të Kinotekës që na ndoqët deri në këtë moment. Mos harroni frekuenca juaj e preferuar 89.0 FM. Na ndiqni në Instagram, në YouTube, në Spotify, edhe kudo tjetër. Mua dhe Egonin, siç u kemi thënë, na gjeni duke bërë ecje në rrugët e Tiranës, kështu që kur na shihni mund na përshëndesni. Ne gjithsesi edhe po nuk na përshëndetet dhe po nuk na pa do të shihemi të mërkurën tjetër në 17:00. Mirupafshim. Mirupafshim.